إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falëndërimi dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhëruar. Ata e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguarit. Të nderuar vëllezër, janë 3 dhunti, 3 nimete shumë të çmuara, të cilët Allahu subhanahu wa taala jep atij i cili është i udhëzuar. Nëpërmjet këtyre 3 gjërave mundesh me kuptu se Allahu ka t'i ka qelë dirt. A t'i ka qelë dirt për me shku ka xheneti, apo dirti ki të qelta në anën e kundërt. Janë 3 dhunti. Nëse i ka njeri që këto 3 dhunti, atëhere e kupton se e ka arrit udhëzimin, Allahu ja ka dhënë udhëzimin e tij. Se udhëzimi është në dorë të Allahut. Shikoni, unë vetëm sa për sqarim po duam ju kallëzu se udhëzimi ka di kuptime. Udhëzim do me thonë më i tregu dikujt ka është udha, i thënë arabisht dilale. Dhe një udhëzim quhet tawfiq, me ta bë të dashur të mirën në zemër. Që këtë ditën kur kush s'mundet me të dhënë përveç Allahut. Ti mundesh me pas qef për shembull, që fëmija jot me konë me dash namazin e me dash punë të mira. Po sunja jep me zor. Ti mundesh me drejtu, mundesh me këshillu. Ama kush është ai që të bën që në zemrën tënde me ekzistu emocioni ose ndjenja e dashurisë për të mirën, që këtë veç Allahu e bën. Për çat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte axhën e vet të Abu Talibin. Ai ishte mushrik. Ama e deke shumë se e kishte si bab, se ju patrite Abu Talibin. Dojke me udhëzu Abu Talibin. I theke, o axha jem, veç një fjalë bethuje që unë të kem argument para Allahut, që me li pre Allahut që mos me të dënu. Thuj la ilaha illallah. Se për punë të dunjas, axha i vetë ndihmon të shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Theke kush ma prek munipin tem, ai ka punë me mu. Dhe ishte kraj djathi pejgamberi, mi po ishte ende mushrik. Ishte mushrik Abu Talibi. Edhe Abu Talibi vdiq, pa e thonë shahadetin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha vallahi ka me bën dua, ka me bën istighfar me 100 herë për axhën tem. Edhe Allahu ja zbriti një ajet kuranor. Inneke len tehdi men ahbabte, walakin Allah yahdi men yasha. S'munesh ti me udhëzu ka ndush ti. Allahu e udhëzon ka ndoje ai. Për çfarë? Nëse i ki 3 shenja, atër ta di se Allahu të ka udhëzu dhe ti ka hap dyert e suksesit dhe fitimit në dunja dhe në ahiret. Shenja e parë, cila është këto 3 shenja? Du mi përmen, edhe kam qef ti mendoni, ti analizoni, ti mbajni mend dhe të mundoni ti arritni. Se Allahu kur e shef dikan që du me mrit mirën, Allahu ja jep të mirën. Kur e shef Allahu dikan që do udhëzimin, Allahu ja jep udhëzimin. Allahu ja jep udhëzimin. E para është mu mundu me ba veprat në mënyrën më të mirë. Mos me bo punë të mira të shkele shka. Mos me bo rutin. Mos me bo diçka pa kuptim. Thëtë Allah, wa ahsinu in Allah yuhibbul muhsinin. Bëni veprat në mënyrën më të mirë, se Allahu i do ata që i bëjnë veprat në mënyrën më të mirë. Në surën Mulk, çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu është ai i madhruari,
i cili e ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se kush prej jush do të bëjë veprat më mirë. Kush prej jush ka mi bën veprat më mirëti. Se nuk është puna më shumëti, puna është më mirëti. Kështu kanë thënë dietarët. Kush prej jush do t'i bëjë punë më mirëti. Sa Allahu subhanahu wa taala e pranon atë punën që bëhet në mënyrë të duhur. E puna e mirë, kur thuhet për një punë, për shembull në namaz, se e ki bën më mirëti, se ne jemi të dobët, ne bëjmë me mangësi bëjmë punë. Mirë po në atë kuptimin e përkryerjes së mundshme, se ka diçka që quhet përkryerja ideale, që su në mrin njeri, s'ta kërkon Zoti këtë. Mirë po ka diçka që quhet përkryerje të mundshmes. Sa mundesh ti me tërë kapacitetin tanë, intelektual, fizik, emocional, në me thonë me bon diçka që ata duhesh me bon në mënyrë mas mirti. Po e marim shembull namazi. Për me qenë namazi i krye në mënyrë mas mirti, duhet mi pas dy sharte. Pastaj këtë vepra tjera të mira i bën një analogji me çket. Unë shembull për iman namazin, ama këtë vepra tjera krahasohen dhe në mënyrë analoge, do me thonë me këtë shembull që ta jap tash. Namazi e ka formën e jashtme dhe ka pjesën e brendshme, ajo që bëhet me shpirt. Namazin, për shembull, nëse e falim në namazin e xumos 3 rekate, qëllimisht, pa e falim sot, çaj 4 rekate për shembull farzin e xumos pa e falim. Kjo është pamja, a pranohet e Zoti? Jo, është namazi i papranuar. Në më thonë, s'mundesh ti me bon, se farzi i xumos është 2 rekate. E ka rukun, e ka kiamin, leximin e Fatihas apo kushtet e namazit. Kjo është kushti i parë, me qenë nga jashtë në përputhshmëri me rregullat e fesë dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushti i dytë është nga brenda shpirti i namazit, me qenë vetëm për Allah. Nëse namazin e bën dikush, i thonë ti pse ke ardhur në xhami? Valla kam ardhur unë sot me fal xhumon, se mos e fali zakonisht xhumon, po kam ardhur muzatek me njërin se e fal xhumon. S'ki kur zotë Allahu subhanahu wa taala, ti niyetin se ki për Allah. Ti ki tjetër punë. Ose dikush për shembull për me lavdrue, për me fole, për me arrit, nëse veprat e mira, ibadetet, i bëjmë për niyete tjera, jo për të madhruar Zotin, nuk është ajo punë e përsosur. Nuk është e bëme në mënyrën më të mirë. Nuk është e bëme në mënyrën më të mirë. Prandaj, kur e fal namazin, nëse e fal me shpirt, kjo është një shenjë se Allahu të ka udhëzuar. Kur e lexon Kur'anin, kur i ndihmon dikujt sadaka, jep sadaka dhe 100 njerëzve ju kallzon për udhë se unë i kam ndihmu filanit. Se ki bën në mënyrën më të mirë, që është e kërkuar. Do të thonë ti tu punu, ama sinqeritet nuk je. Sinqeritet në raport me Zotin tënd. Për çata ai i cili punon pas sinqeritet. Do të thonë i bën veprat e mira, ibadetet, mo jo për Allah. I bën kështu aty, i bën për mu lavdru, për me asoj, për aja sikur se një njeri i cili është nis në udhë, edhe ka marrë një thes, edhe e shtin një gurë, 10-15 kg, edhe një tjetër, edhe ban gurë, edhe kur të mërinja atje, çka ka çu dhe destinacioni gurë, a mundet me përfitu, kur gjon, qashtu është njeri në dunja i cili punon mirë, por nuk i ban për hatër të Allahut veprat e tij. Sikur një njeri që e ka mbush thesin e time, edhe e ka thi korizin, edhe s'ka fitu sevape, edhe s'ka përfitu kur gjon dënja. Që kështu është njeri cili nuk i bën veprat për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shenja e parë. Shenja e dytë është mu tut, mu frigu se veprat që i bëjmë munën edhe mos mu pranu. Do të me pas që këtë gajle. Nëse thot dikush unë i kryta këtë punë, do me thonë unë jam perfekt. Kur gjon s'ka pjeti. Se ti nuk ke asë një garancë se lodhja që e jep, po shpranu 100% Allahu subhanahu. S'ki asë një garancë. Për gjatë kur e ka lexuar Aisha radiallahu anha një ajet kuranor, që është ajeti 16 i surës Mu'minun. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ata të cilët japin, thot Allah, shpenzojnë, japin sadaka, nga pasuria që Allahu va ka dhënë atyre, dhe zemrat e tyre i kanë të friksuar. Ata që japin, mirë po zemrat i kanë të friksuar, thot Allah. Tutën,
Tha Aisha radiallahu anha, ja Rasulallah, është shumë interesant, se këtë ajet e ka komentu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulallah, a janë ata të cilët japin sadaka mirë po vjedhin edhe pinë alkohol? Apo për çata bëhet fjalë? Jo, tha o Aisha. Janë ata që falen, që agjerojnë dhe që bëjnë punë të mira. Mirë po zemrat e tyre i kanë të fiksuara, sepse ata nuk e dina janë bë kabulla, janë pranute Allahu subhanahu wa ta'ala. Bëhet fjalë se besim një prej shenjave se ti je i udhëzuar në dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk e kia të garancën se ti do me thonë, ti si ta bësh të një punë, ti automatikisht ajo është e pranuar te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti normal ti të shpresojsh. Mirama, njerëz jemi, emocione kemi. Më thonë, jemi prej gjakut dhe prej miqë, mujna me gabu, mujna... Ndoshta jo se kemi bën veprën aq të sinqertë sa që mu ngritë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot njëri prej tabiinëve, ka pas emrin Ibn Ebi Mulejke. Thot 30 pi sahabëve i kam taku, 30 shok pejgamberit. Sa dhe nek ma vdekjes pejgamberit, sa me ka pas fatin mu taku me shumë prej njerëzve që e kanë pa pejgamberin, kanë net me pejgamberin, kanë mësu prej pejgamberit, sa dhe sa. 30 prej sahabëve i kam taku, thot Ibn Ebi Mulejke. Dhe çdo njëri prej atyre frigohej mos bere në nifak. Me thonë, si inshallah nuk jam prej munafik dhone. Që di, po ju jeni njerëzit më të mirë. Ju keni sakrifikue, ju keni luftu me pejgamberin, ju çka s'keni përjetu, sahabët, apo? Njerëzit më të mirë që i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala për me shoqëru njeriu më të mirë. Kret frigoheshin mos po binë në munafiklëk, në hipokrizi. Kjo është shenjë e imanit. E kundërta është shenjë e nifakit. Me thonë, kush unë jam xhenetli. Zoti na rrit. Kështu s'mendon besimtari. Nuk është i udhëzuar një njeri i cili mendon në formën e tillë. Dhe e treta, nëse sheh se për veprat e tua të mira, të cilat i bën sinqerisht për Allahun, të lavdërojnë njerëzit. Më thonë dikush, pra ti kur i bën veprat për Allah, ti s'të intereson njerëzit çka thënë. Mirë, po nëse janë nis dhe dëgjon se njerëzit janë duke e vërejt se ti je i mirë. Nuk je gënjeshtar, nuk je mashtrues. Si janë plot njerëz. Se plot njerëz kanë një fytyrë publike me të cilën paraqiten para tjerëve, po e kanë edhe një fytyrë të vërtetë. Do të thotë që e njohin ata që kanë punë me ata. E njohin ata që për çfarë ka thonë pejgamberi, më i miri për ju është ai i cili është më i mirë për familjen e vet. A dini pse ka thonë këtë hadith? Se familja të njeh që shije, ku shije çka je për një me. Se me njerëzit tjerë ti ndoshta po them thojza shminkohesh, edhe paraqitesh edhe shtiresh diçka që nuk je në realitet. Ama të shpijas mos se njerëz mund të më jetu sa herë me maskë. Vjen momenti e hek maskën edhe i del domethënë fytyra, ajo fytyra e vërtetë. Nëse ndodh që njeriu i cili punon për Allah, janë sigurisht se tash për çon ne kemi dietare, ndoshta që kanë vdekje, që i përmendim si njerëz sinqert dhe të mirë. Dikan e lavdërojnë njerëzit edhe e dun, zemrat e dun, se është njeri mirë. Kur kush mundet më ardh me thonë, jo, ajo është kështu, kush, filani, ja. Ajo është i sinqert, ajo ka dëshmuar me vepra se është i mirë. Edhe nëse njerëzit janë nisur dhe të lavdërojnë për veprat e mira që i bën ti për Allah, atëherë kjo është një shenjë se Allahu t'i ka hapur dyert e xhenetit dhe Allahu t'ka dhënë udhëzim. Prandaj e kanë pyet pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i thonë, ja Rasulullah, çka nëse dikush e bën një vepër të mirë, një ibadet, dhe njerëzit janë nisin dhe e lavdërojnë. Se normal, nëse qëllimi është për me të lavdëruar njerëzit, ajo është vepër e mirë. Ajo është shenjë se Allahu s'ka udhëzuar. Ama nëse ti e bën veprën për hir të Allahut, i kanë thonë mësa. Dhe njerëzit lavdërojnë, çka do të thosh? Ç'më kuptoj këtë situatë? I kanë thonë ja Rasulullah. Ç'është më kuptoj këtë situatë? Ka thonë mësa, kjo është një përshpejtim i myzhdes së besimtarit. Është një përshpejtim. Pse përshpejtim? Se normal ne atë myzhdën e madhe për veprat tona të mira kur do ta marrim? Në xhenet inshallah. Ama nëse për veprat e mira janë nis, domethënë lavdatat janë nisin prej kësaj bote, kjo është një përshpejtim i myzhdes. Se çat myzhdë ti më marr në xhenet. Miram Allahu subhanahu wa taala dikujt ja bën nasib, pra ja bën prej fatit të tij të jetë që Allahu subhanahu wa taala mi aqu myzhdën sa ajo është i kënaqur me këtë rob çish në dunja.
Pra në shka ka thonë pejgamberi dhe me këtë e përmbylli hutbën, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu e do një njeri, e thirr Xhibrilin, edhe i thot, o Xhibril, unë e du filanin, prandaj duaj edhe ti. Edhe Xhibrili çka ban? Kur e merr këtë lajm për Allah, thot filanin birin e filanit. Ja përmendin edhe emrin e babës. Xhibrili a.s. i thirr melekët në qiell. Ju thot Allahu e do filanin e birin e filanit, të birin e filanit, prandaj duajeni edhe ju, edhe e dojnë me laçet. Kur ta doja Allahu dhe banorët e qiellit dikan, kanë me nis njerëzit në tokë me dashtat njerëz. Këshillet e imamat e mëdhej të Islamit, Ebu Hanife rahimahullah, Imam Maliku, Imam Shafiu, Ahmed ibn Amberi, dunjaja i da. Këtë dunjaja i da. Musliman, po foli për musliman, dunjaja e muslimanëve. Nuk mundet kërkush me pse. Kjo është një shenjë se Allahu është i kënaqur me këta njerëz. Po edhe njerëz të cilët janë gjallë. Njerëz me dal dikush me shajt dikan që e du zemrat e besimtarve, do me thonë i aktivizon kërrejt musliman për mu që u kundër ati. Kjo është një shenjë se Allahu subhanahu wa ta'ala është razi, arabisht quhet radi. Radi dhe me thonë Allahu është i kënaqur me punën që këta njerëz. Dhe kjo është një shenjë se Allahu subhanahu wa ta'ala këta njerëz që zemrat e besimtarëve i dun, Allahu subhanahu wa ta'ala i do. Allahu na bëf prej tyre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.